Gruaja forca e madhe e shoqërisë, titullohet libri i autorit Mehmet Daliu, në promovimin e të cilit morën pjesë intelektual të fushave të ndryshme, artistë, drejtues, institucionesh të kryes. Pjesëmarrësit e shumt vlerësuan paraqitjen në libër të rolit të pazëvendësueshëm të gruas në përparimin e shoqërisë sonë. Në fjalën e Rasit, autori, në fjalën e tij, vuri në duke kërkesa që i vuri vetes për pasqyrimin në libër të vlerave të gruas. Në emonjen time dhe në shpirtin tim kisha kohë që mendoja të bëj një libër për gruan në tërësi. Pastaj libri është detajuar duke referuar shembuj konkret që janë bërë modele për gjatë historisë për të luftuar për drejtësi, për të drejtat e gruas dhe për të afirmuar rolin e tyre të pazëvendësueshëm në shoqëri. Shkrimtari mirënjohur Viron Kona vlerësoi punën e autorit dhe foli për shembullin përgjithësues të gruas shqiptare në histori në figurën e Shote Galicës, që prehet në fushkruj. Ne shqiptarë kujtojmë me nderim heroinë e popullit përmërisht në Drenisë Shote Galica, e cila u veç si burr, njeshja në bashkëshortit Tazem Galica dhe luftoi për 12 vite kundër serbo-malazezëve, duke qenë edhe në krye të çetës pas rënies së mbetejë të Arzemit. Kur u plagos rënë në luftime, ajo erdhi në Shqipëri për të mjekuar këtu, në Fushkruj, ku dhe vdiq në mjekorit të vitit 1927 në Terven. Eshta për asaj heroinë e padeshme sot prej në varezat e shmorëve të Adeu të Krujt. Emrin e saj mban Gjimnazi Fushkruj dhe lagja e re e ndërtuar pas tërmetit 26 nëntori të vitit 1990. I biri i autorit Denis Daliu theksoi se libri përgjithëson figurën e gruas dhe rëndësinë që ka roli i saj në zhvillimin e shoqërisë. Shumë i lumtur që ky libër i dedikohet nënës time, dëshirës, i dedikohet çdo vajze dhe çdo grue dhe sjell shembullin më të mirë se si ne duhet ta duam dhe ta respektojmë gruan dhe se sa rëndësi ka që gruaja të jetë e barabartë me ne burra. Libri që u promovua vjen pas botimit të 4 librave të tjerë të autorit Mehmet Daliu.